është një neshje shumë e vështirë, normal Polonia është një skuadër e fortë, ka lojtarë me shumë emra, ka treguar që ka kvalitet, po tash kemi këtë rastin e vetëm që mund të na kualifikojnë botënor, e dim gjithë që është një mundësi e vetme, e rëndësishme, besoj që jemi gjithë gati për këtë neshje. Akti final, si të them, si me ka një film, sepse me të vërtetë është një neshje e vetme, teke, s'ka ardhja, s'ka asgjë tjetër, kështu që gjithë jemi të kënaqur që kemi arrit play-offin, gjithë jemi gati, besoj që do japim maksimumin e gjitha gjërat sepse një mundësi kemi, nuk është se kemi mundësi tjera. Jemi pa fat sepse herë tjera kanë kalu e para dhe e dyta skuadër kur ka qenë përpara botënori, po tash kemi ndorë ne që tregojmë që ja vlejmë, duam që të ikum botënor, kemi treguar në grumbullimin e grupin tonë që kërkojmë që ta gjejmë një botënor edhe për Shqipërinë, sepse duhet t'ja falem Shqipërisë një botënor të bukur. Çunat gati janë gjithë motivuar jemi, do bëjmë maksimumin që të mundena. Është e vërtetë, unë ka 2 vite që ndoshta kam pas pak qalimin në pjesën e futbollit Gana, ku luaj aty në skuadrën time. Po si thash, gjithmonë pjesa kombëtare është një pjesë tjetër e jetës time që unë ja dedikoj maksimumin kur vi këtu. Gjithmonë kam kërkuar që të bëj më të mirën e mundshme për kombëtaren, për skuadrën. Kur ka në momente me lut, kam lut, kur ka në momente mos me lut, kam në pankinë të dhënë një dorë tjetër skuadrës Gana jashtë. Unë jam gati, me zor pres që ti në fushë të them drejtën, kjo punë e minutazhit edhe më ka bërë me mungu shumë kjo pjesë e kombëtare, sepse duke nejt atje me skuadrën pa lut, pak mërzit jep, po kur kam imagjinuar që do vi këtu të luaj një neshje play-offit për kombin tim, është një krenari e madhe, një mundësi e vetme që duhet ta shfrytëzojmë maksimum. Neshja e Poloninë që kena pas luajtur, me të vërtetë kanë një neshje shumë e bukur për gjithë ne, kemi luajtur shumë mirë gjithë si skuadër. Pastaj paraqitja ime është vazhdimësia e grupit, që ose ne luajmë mirë gjithë bashkë, besoj që edhe unë do luaj mirë. Po normal që si thash do mundohem baj më të mirën time për lojtarët që t'i shërbejmë lojtarët tonë përpara. Mungesat me të vërtetë janë trana, sepse siç e dim gjithë Rej dhe Daku janë si për grupin, si dhe lojtarët që na duan neve në ekip, ka treguar që kur janë ato në fushë kemi një nim më të madhe për majtjen e topit, për sulmu, për të bërë gol. Po normal që unë jam edhe matë që gjithmonë duhet të kenë mundësi tjera ndoshta që ose të muajnë 2 tjerë, do jenë 2 tjerë gati si ato 2 edhe ndoshta më mirë për të treguar veten, sepse kjo është kombëtare. Kur muajnë disa tjerë duhet të jesh gati ti mbrapa tjetër që të tregosh veten që ja vlen që të jesh kombëtare, sepse kombëtare është një gjë e madhe. Duhet të kenë respekt gjithë çunat që vinë kombëtare, dhe respekt edhe për ata që mungojnë, sepse me të vërtetë janë mungesa të rana. Po besoj që me ekipin që kemi dhe trajneri do të kenë ka bazë zgjedhjet e mira dhe do na ndihmojnë. Çfarë them, kjo është një ëndër që kam që i vogël, besoj që ti ku dhe më but tash edhe më shumë, se kur ban 2 europiane të mungon edhe një kapitull e jetës, karrierës futbollit që botënori, që është e vetmja gjë që mund mungojnë mu për me arrit gjithçka kombëtare. Është një ëndër që ëndrat ka herë realizohen, ka herë nuk realizohen, po gjithmonë duhet besosh për të realizuar. Kështu që unë besimin e kam shumë të madh, si gjithë çunat tu janë gjithë me atë besim, sepse shumica gjithë neve një mundësi kanë, nuk e dihet pastaj që çfarë do të ndodhin kualifikime tjera. Këtë mundësi kemi tani, kemi një neshje teke, është shumë e vështirë, sepse nuk është që është një neshje ti thu, ok, po shkojmë, po luajmë, kena sigurt fitore. Ne shkojmë për fitore, po pastaj futbolli është i çuditshëm. Kishim luajtur te shtëpia jon, do ishte kanë edhe më mirë, po ja që duhet të ikum te shtëpia tjetër të luajmë. Po shpresoj që të jemi gati, gjithë gati jena sigur se besoj se asnjë ka ardhur kombëtare për menimin që do ikum bëjmë neshje të shkojnë si shkojnë. E dim sigur si vetëm një derë kena për të kaluar. Po s'kaluam nga ajo derë, do kthehena mbrapsht dhe do çajmë pastaj ç'do bëjmë. Inshallah kalojmë Poloninë një herë, se pastaj kjo është edhe pjesa e dytë që është vërtet ke edhe neshje tjetër. Ti po fitove në Poloninë, nuk mund të gëzohesh, as mund të bësh asgjë sepse ke neshje tjetër edhe më të rëndësishme se sa Polonia. Kjo duhet të jetë një gjë që ne duhet ta kemi, se këtë duhet bëjmë kombëtojmë ne lojtarëve, që nuk është vetëm një neshje. Janë 2 neshje, po tani është neshja e rëndësishme. Pastaj do jetë neshja e jetës, sepse po kaluame, nëse don Zoti, nuk ka lodhje, nuk ka minutazh, nuk ka asgjë. Neshja e dytë, nëse ne kalojmë, do e bëjmë me zemër siç e kemi bërë gjitha neshjet tjera dhe do bëjmë krenar sa më shumë shqiptar.